Studentët, aja ku i kam këtu nga pas. Ideja ishte shumë e qetë. Janë të dy zetat që shqiptarët kanë vrarë frikën. Pra ka vdekur frika tek ne, nuk kemi më frikë. Dalim për atë që mendojmë që duhet dalë dhe kështu do dalim deri në fund. Ndoshta për disa mund të jetë ditësie, po për ne në fakt është ditë gëzimi. Andaj, juftojmë të gjithve, kush do të provoj pak nga hapa që kanë përgatitur studentët, jeni të lirë të provoni. Të festojmë të gjithë bashkë të dy zetat të kësaj vdekje që na sjell vetëm kënaqësi. Bravo, ju falenderit gjithve. Dani pak hapën dhe shi të hajnë njerëzit ka i që hapën. Edhe policave nëse është e mundur i që hapën. Përshëndetje dhe mimbrëma. Edi Rama duhet futur në burg sepse ka larguar të gjithë të rinjt. Dhe pa të rinj nuk ka Shqipëri. Rama burg Berisha burg. Rama burg Berisha burg. Rama burg Berisha burg. Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Atëherë me datë 11 do jetë një protestë shumë e madhe. Populli shqiptar dhe rinia shqiptare do i bëje një bojkot. Kryeministit në ikje dhe Keni Lanës. Jo Keni West, Keni Perëndim. Keni North. Mimbrëma Shqipëri! A jeni lodhur? Jo! Nuk ju dëgjova, a jeni lodhur? Edhe një herë! Mekanizmi i Partisë Socialiste nuk rresht së punuari. 24/7 krijojnë akaunte falso dhe na akuzojnë ne se ne po bëjmë atë që bëjnë ata. Po sa turp është kjo? Turp! 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 Prioritetet e kësaj qeverie ka ndryshuar totalisht. Në vend që të përdorin fondet shtetërore, të hapin spitale, të paguajnë ilaçe, i përdorin për të blerë bileta, të patronazhistëve, të njerëzve të punuar në administrat. Po sa turp është kjo? Turp! 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 Kanë filluar dhe thonë se jemi sorra, se jemi korba. Ne jemi flamingot dhe prandaj kemi zgjedhur atë simbol. Sepse ato kafsh qëndrojnë gjithmonë bashkë dhe janë paqësore. Njësoj si që jemi ne, si që kemi qënë fillim, si që kemi 20 ditë dhe si që do të kemi për 120 ditë me radhë. Është e kotë që përpiqeni të bëni justifikime. Blendi Gonxha, kjo është skandali më i madh që keni bërë ndonjëherë. Në qoftë se fondet shqiptare nuk përdoren për shqiptarët, ato janë të kota, jo legjitime. Ju nuk mund të talleni me mundin ton. Nuk mund të talleni me punën e ndershme të shqiptarëve. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Është për disa ditë
që deputetët e Partisë Socialiste përpiqen të na japin justifikime. Sot Briseda Çakërri tha se euroja është ulur në valutë për shkak se është forcuar leku. Eksporti më i madh i Shqipërisë janë rinia. Keni dëbuar të rinj nga Shqipëria. Ju ri tur. Nuk ka as edhe një justifikim që kjo qeveri dhe opozit të qëndrojnë në pushtet. Është e kot, e kemi kuptuar që jeni që të dy bashkë. Ndaj, largoni me të mirë, sepse ne jemi paqësor, ne jemi europian dhe nuk duam të na fusni ju në BE. BE ne ndërtojmë këtu dhe në BE ne futemi vetë. Shqipëria e shqiptarve, jo e oligarkëve. Shqipëria e shqiptarve, jo e oligarkëve. Shqipëria e shqiptarve, jo e oligarkëve. Rama Burg Berisha Burg. Rama gjithë. Edi Rama, protesta lexohet. Sot është dita e 20. Prandaj lexoje mirë protestën. Protesta nuk është as e dhunshme, është shumë paqësore, prandaj lexoje protestën. I bëj thirrje Partisë Demokratike. E keni boshatis popullin nga gjitha drejtimet. Prandaj, zgjohuni, zgjohuni se o kemi votuar gjithë. Zgjohuni, shifnja këtë popull, çfarë kërkon? Çfarë kërkon këtë popull nga ju? Ku jeni ju, more? Torheqë!